Për fatin e keq, ky parlament po zhbëhet edhe për një arsye të thjeshtë. Sa i zotëria atje nuk sillet si kryetar grupi, por si kryetar kuvendi, me mesazhet për të provokuar çdo që flet. Dhe këtë e ka në mënyrë të vazhdueshme për të sharë dhe për të fyer çdo që ai mendon se është kundër linjës së partisë së tij. Ashtu siç ka bërë me çdo koleg të vetin, që njëherë fërkon dhe pastaj përshtyn dhe fyen sa herë që del nga linja udhëheqës së partisë. Jam përpjekur gjithkohës të mos personalizoj asgjë, po i bëj një thirrje ju kryetar, merrni ju drejtimin e kuvendit dhe jo ta ulan balla. Edhe për më tepër kryetar, dua t'ju theksoj edhe një herë që është më se turshme sjellja që ndodh në mënyrë të vazhdueshme duke atakuar deputetët apo deputetët e opozitës. Jam përpjekur të ri larg e them edhe një herë debatit sepse kam gjithmonë me vete një shprehje që thotë me derrat mos u zi, sepse bëhesh pis dhe derrave u pëlqen ajo që ndodh. Zoti Mediu, në bazë të nenit 64,